Përshëndetje gjithve, përshëndetje banor të njësisë 11, përshëndetje kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, kandidatët për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Unë dua të ndalem në këtë takim, se siç po e shohim është një takim fantastik, mund të them. Unë dua të ndalem në problematikat të cilat ka qyteti ynë ose më shumë zona jonë, Lapraka. Në 12 vitet e qeverisjes së Edi Ramës, Lapraka ka qenë vendi më i mallkuar në Shqipëri sa i përket pronës, por jo vetëm. Në Laprak janë shëmbur banesa. Ajo çka është akoma më e trisht është se do shëmbën aq shumë banesa në Laprak sa njerëzit bezor po presin që të largohen që tani. Problematikat kryesore të cilat kanë nevojë imediate për ndërhyrje të Partisë Demokratike, te Universiteti Bujqësor, perimetri përreth universitetit, ku janë afërsisht 150 banesa, janë listë për të shëmbur. Është projekti Hekurudhës, të cilat janë bllokuar nga kryetari i arrestuar i Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, 25 metra në një anë, 25 metra në anën tjetër, duke filluar nga zona Kasharit deri tek stacioni i vjetër. Edhe aty do bëhet i Badërdi. Problematik tjetër është edhe rehabilitimi i lumit Tiranës, që mund të shkojë gati deri në 40 metra. Pra në Laprak mund të shkojnë 2000 shtëpi banesa, pasi 240 janë shëmbur deri tani. Unë dua të them që edhe me propozim të kandidatës e Partisë Demokratike, zonja Silda Zhulali, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha, është dakordsuar për të firmosur qoftë një kontratë besimi, pasi ne e dim shumë mirë që zoti Berisha është burri i fjalës mbajtur, dhe kur Sali Berisha thot po, ajo gjë bëhet. Unë dua t'i lexoj disa pika që kanë bëjnë. Në përfundim të vitit parë të qeverisë Partisë Demokratike, do finalizohet legalizimi i plot i banesave në njësinë administrative numër 11. Çka do të thotë se asnjë banesë në Laprak në vitin e parë të mandatit qeverisës Partisë Demokratike nuk do jetë pa dokument pronësie. Nuk do ketë dallime në këtë proces, as në bazë bindjeve politike, as të ndonjë natyre tjetër. Çdo njeri ka drejt që të disponojë dokumentin e pronësisë. Procesi legalizimi do të jetë i drejtë, sipas një protokolli të përcaktuar, qartë dhe transparent. Çdo projekt rikonstruksioni urban, ndërhyrje infrastrukture në zonë apo projekte zhvillimi do realizohet vetëm pasi të ketë përfunduar plotësisht procesi i legalizimit të gjitha banesave. Dhe e fundit, shpronësimi i personave të legalizuar në varësi të projekteve publike do realizohet vetëm me vlerën e tregut. Janë këto problematikat të cilat i kemi hasur. Në Laprak, vetëm nga Unaza, janë shëmbur 240 banesa. Një pjesë e vogël kanë patur dokumenta, ndërsa pjesa tjetër janë sot me qira, duke mos firmosur as bonusin e qiras të Bashkisë së Tiranës. Ndaj edhe me mirësinë tuaj, unë kam kënaqësinë që të ftoj edhe kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, që ta firmosim së bashku me zonjën Zhulali këtë kontratë besimi. E di që ka skepticizëm për këtë proces. Është fjala e zotit Berisha.